nga padia, nga dëshira për t'i bërë gjërat nga herë më të mëdha se ç'janë. Dhe u hap lajmin në Medinë, shi sa i madh është profeti Muhammed, sa vdiq Ibrahimi djali i tij dhe filluan të qajnë edhe planetet, edhe dielli u bllokua dhe universi po ndryshon. Të kishte qenë një mashtruese? Thotë merdi dita. Të kishte qenë një intrigant? Ti vi kjo situatë? Thotë erdhi dita ti mashtroi njerëzit. Kur e dëgjoi, pejgamberi Muhammed a.s. u mërzit shumë. Ka shku, ka hyp minber të xhamis, nuk ishte ditë xhuma, po kjo gjë ishte shumë e rëndësishme. Hypi në minber të xhamis dhe tha: "O njerëz, dielli dhe hëna janë ajete dhe shenja të krijimit të madhit Zot. Ato nuk kalojnë në eklips dhe nuk mbulohen dhe nuk errësohen nga vdekja ose lindja një personi, qoftë djalë profeti. Por po ju them, tha, në këtë eklips, falenderojeni Zotin, friksojuni atij dhe faluni dhe lutuni, se këto janë shenjat mëdha që i krijon vetëm Zoti i gjithësisë." Po të kishte thonë ai që po, se vdiq djali im, sot ne e dim që eklipsi nuk programohet brenda ditës. Është program i sistemit diellor që është i përcaktueshëm dhe dihet i 100 vjet përpara kur do bëhet eklipsi, pra do ishte gënjeshtër. Po jo, ai nuk gënjen. Sa ai thot flet nga shpallja që i shpall, ai nuk flet nga vetë, ai nuk foli edhe para 40 vjeçar që ta sirë, vetëm drejt ka folë dhe pa qenë pejgamber. Si mund gënjente ai duke qenë pejgamber? Sepse sa e bukur vëlla. Pse? Se ai nuk mund të lejonte. Zoti do e dënonte po ta bënte që ai të jepte idenë që ka Zot tjetër përveç tij ose që duhet të adhurohet edhe Zoti dhe Muhamedi. Hasha lillah. Ai dit se e du shumë i personin që quhet Abu Bakr as-Siddiq dhe për çfarë? Mirë sa ishte gjallë, kollozi i madh i pejgamberllokut, Muhamedi alayhis salam, çdo ditë i shpjegonte njerëzve që ai është një dhe një i vetëm, po vdiq. Ndroi jetë pejgamberi alayhis salam. Por nxënësit e tij, Abu Bekrin, në krye i kishte mësuar shumë mirë. Ato e njifshin Kur'anin shumë qartë. Omeri, si njeri i fuqishëm dhe emocional, u mërzit dhe nuk do të me besu që ka vdek pejgamberi sa nga dashuria e madhe, dhe nga emocioni i madhe, di çfarë tha? Tha mos më thoni që ka vdek Muhamedi, sepse ai ka shku 40 ditë si Musai dhe do vi prap. Kush më thot ka vdek Muhamedi, ja prej kokën. Po, edhe e humbi për çastin. Vetëm subhanallahu vllai dashur. Vetëm kur hyn xhami kolloz i madh. Kolloz në devotshmëri se kështu ishte trup shkurtër dhe i butë. Ebu Bekri sa herë këndonte surën Fatiha, shpesh herë qante gjatë recitimit saj. Edhe hyn xhami dhe hyp minber xhamis. O Zot, sa fjalë madhe, çfarë giganti, sa shpejt e ka sqaruar çështjen. Fjala parë. Më ka thonë Omerit, ala rislike ja Umer, ulu tha dhe risi gjithë tjerët aty. Njerëzit ishin nangt. Pejgamberi selam ishte njët me xhamin, kishte ndru jetë. Ishte trupi aty. Tha ulu Omer aty si gjithë tjerët. Edhe ka thonë, domethënë, nuk durojmë se kjo çështje në Islam nuk preket, nëse ne e prekim të dalim nga besimi. Qoftë dhe fjala për Muhamedin, me i dhonë cilësi hyjnore, e ke shkatru besimin. Dhe Zoti nuk ta fal kurrë. Qoftë dhe për Muhamedin. Qoftë dhe çdo pejgamber tjetër përpara. Ka thonë, men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammed qad mat. Tha, kush ka adhuruar për jush Muhamedin? Muhamedi vdiq, sepse ai ishte njeri. Men kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayy. Tha, kush ka adhuruar Zotin e gjithësisë, ai është i gjallë, nuk vdes kurrë. Allahu Akbar. Dhe ka lexuar jetën e Kuranit, wa ma Muhammedun illa ar-rasul. Kurani thuhet, nuk është Muhamedi, vetë i dërguar, si Isai, si Musai, si Ibrahimi, si Nuhu, si Davuti, si Sulejmani. Nuk është Muhamedi vetë i dërguar, nëse ai vritet në luftë ose vdes, a do të ktheheni ju nga rruga islame? Kush kthehet i bën dëm vetes, Zoti s'ka nevojë për askënd, po do t'i nderoj falendëruesit. Omeri thot, e kisha dëgjuar këtë ajet kush e di sa herë, sigur e dëgjova për herën e parë dhe më kputën thot gjunjët, e kuptova që ka vdek Muhamedi alayhis salam dhe nuk më pushonin lotët. Pra, s'ka në çështje që nuk ka fare hapësirë që përveç Zotit gjithësisë t'i jepet hapësirë kushdo qoftë ai që ta adhurohet ose të nderohet
ose t'i bëhet adhurim përveç Allahut Madhnushëm, i qofshim atij fal, krijuesit të gjithësisë dhe krijuesit ton. Prandaj tha hëna dhe dielli janë shenjat e Zotit, ato nuk bëhen dhe nuk krijohen dhe nuk erësohen se vdes apo jo. Faluni, lutuni dhe friksojeni Zotin sa i bën fenomene qiellore të jashtëzakonshme. Edhe u larguan njerëzit nga ignoranca, që për vdekjen ose për lindjen një personi ndodhin fenomene në qiell. Fenomene ndodhin që t'i shikojmë edhe të themi sa i madhnushëm i o Zot, si shkencëtarët sot, që sa më shumë zbulojnë për diellin, sa më shumë zbulojnë për hënën, për sistemin diellor, për galaktikat, për yjet e me radhë, ne bindemi më shumë sa i gjithfuqishëm dhe i madhërueshëm është Zoti jon i dashur. Një dhe një i vetëm zbohen dy. Kjo është baza fesë.